Të ikësh apo të rish është çështja. Do thoni ju ku të ikësh apo të rish, të qëndrosh në Shqipëri apo të emigrosh. Kohët e fundit, një numër i lartë shqiptarësh kanë emigruar drejt shteteve të ndryshme të Europës, ku numri më të madh është Gjermania që ka marrë shqiptarët. Sot po largohet rinia, por ne do të pyesim pak qytetarët e Vlorës se pse po largohet rinia, pse po largohet rinia, më mirë të ikësh apo të rish? Më mirë është të rish. Të rish. Po tash njerëzit mendojnë dhe për një jetë më të mirë detyrojnë që t'ikin. Ka një jetë më të mirë? Këtu tash ti varet si e kap. Edhe nga ata që jetojnë mirë, pastaj ka nga ata që s'gjejnë asnjë mundësi. Pjesa e madhe. Edhe këta që nuk gjejnë mundësi, këta e kanë gjetur jashtë. Ja dhe unë jam vetë Je gati të prind, Pasi je gati të ikje? Jo, unë kam qenë jashtë 20 vjet, tash jam këtu në Shqipëri, po fëmijët kam 5 fëmijë, kanë tërë jashtë. Janë larguar. Mendojnë ato të kthehen këtu? Absolutisht jo. Nuk kthehen më, sepse akoma nuk ka të ardhme. Sepse e kanë krijuar atje, kanë lindur fëmijë atje, janë bërë qytetarë të atij shteti ku janë, punojnë atje, kanë blerë shtëpi atje, edhe ata fëmijë që kanë lindur atje nuk e quajnë veten që janë më nga Vlora. Duke ikur një numër kaq i madh, si i bie pastaj që shumë keq. Jashtëzakonisht keq. Moshë të tretë po falimenton sepse vitet kanë mbetur vetë. Kanë ngelur vetëm. Edhe gjendja është shumë keq, nuk ka punëtor, nuk ka njerëz. Bujqësia ka ngelur shkret në 4 anët. Është nevojshme, po tash duhet një program i tillë që t'i bindësh këta njerëz që mund të kthehen në Shqipëri. Programet i kanë këta, po i mbajnë për vetë. Po i mbajnë për vetë, këtu është muhabeti. Këtu është muhabeti. Nuk t'i japin lehtësirë aty si i ri, që t'i japin shpresë që ti të vish të hapësh një biznes apo një punë këtu në Shqipëri. Ja ku qytetari i Vlorës. Po. Që kanë ardhur nga shtete të ndryshme. Po. Kështu që do ta marrim intervistën këtu. Hello. How are you? Nga Vlora? Nga Vlora? Yes. Pse e shu, se më kape... Të rish apo të ikësh, ja kisa i vlesuar jeti. Shikoja të ndë unë, ja të them unë që këtu rri nga halli, sepse nuk ja vlen të rish më, këtu ka një gjë pozitive që këta ndërtojnë po vjedhin. Kaq, hika. Si e? A bëjmë një pyetje? Apo je basketbolistur? Kishe marrë xhaxhi vesë të freskëta, vesë shati. Por se këto vezët kote fund, jo këto të shatit janë të mira, po sikur janë të mira thonë, nuk e dim. Kështu thot populli. Ju besoj konsumoni vezë mëngjes? Ja.